në shoqëni civile ose në media, kur dojnë mi sulmu mediat në Kosovë, thojnë së janë transparent. Mediat online janë të regjistruar në ARBK. Mediat online deklarojnë tatime. Prej qëtëve që na i dim, nuk besoj që na i njona, asë nuk është të regjistruar në ARBK. Nuk besoj. Tash na i përjashtim mundet me pas, po përgjithsisht nëse flasim, janë të, do më thonë, i ki në Agjensinë për Regjistrimin e Bizneseve, i ki në ATK, i ki të projekti i Birnit për monitorimin e medjave. Do me thonë, i ki në të paktën e 3 platforma. Për qeverin me marrë vesh, sa pare i merë një media, a i pagun taksat, është lehtësisht e mundshme. A mundet mu bo ma shumë? Absolutisht po. Për shembull, e kam pas mundësin me ligjin për KPM-n, që është pjesa për transparencë, me detyru krejt media me publiku dhe ma shumë dona që unë jam për. Unë jam absolutisht për sa ma shumë dona, sepse nëse mediat i lypin qeverisë transparencë, duhet vetë me qenë transparente. Po nuk mund e qeveria me pas mundësin që përmes ligjit me regullu këtë qështje, mos me regullu, se më konë shumë bezi të e kap Komisionin e Pavarur për Media, dhe tash mas një vjetë më ardhë më thonë vallas jeni transparente. Është narrativ e bone qëllimisht mi bo mediat mu dok që janë të më shef. E nuk është e vërtet dhe nuk është e bazume. Edhe, prap, dhe 2 gjëra në fund e para, arsyeja pse vazhdoj të insistoj që jemi më të mirët në rajon është që një pjesë e madhe e rrenave, dezinformatave, agendave të shteteve të huja, agendave të mrapshta, edhe postimeve të flista nuk bohen prej medjave. Bohen prej platformave që doken si media, edhe postojnë në Facebook, edhe në TikTok, edhe pavarësisht standardeve ma t'ulta në portale, nuk krahasohet me rrenat që lëshohen prej aty në sesion media fare. Pyetja është qysh më mbrojt për tyne? Nëse marim vish shembullin e zgjedhjeve, me naj përjashtim, dhe unë nuk po du me leju narrativen e pushtetit, që tu i marrë do rase përjashtimore, që me gjitha ta kam bo shkeljet standardeve, mi generalizu. Unë e të kom përcel ty, edhe kom përcel shumicën e medjave, dhe kenje raportu në mënyrë ekselente, dhe unë nuk jom dikush që vi këtu me ta bo qefin ty, se s'kom interes dhe s'manin. Do me thonë, njerë që kam punu 16-17 orë, prej terenit, natë, dit, që se kam bo gati as shkeljen, ma të vogël në kuptim të shkelje serioze po foljem, që kjo ka qenë situata gjatë fushatës zgjedhore, 30 dit shumë fushatë e gjatë. Dhe kjo diçka që na jena du të mukon edhe jena absolutisht shumë krenar. Dhe nuk du të me leju që nëse një medium ose një gazetare bën një shkelje, 2 shkelje e ma shumë, me përdur qëto edhe me kriju narrativen që gazetarët porrejnë, se nuk është qashtu. Radiot edhe televizionet, sidomos pajtona, mirë po edhe mediat online, disa prej tyre, normalisht që kanë standarde shumë të nolta, dhe që ato i zbatojnë. Edhe i përdorin krejt trupat, ki ankesat në KPM, KMSHK, të cilat pastaj ndihmojnë në rregullim, mirë po standardi aktual të na është shumë i lartë. Edhe pajtona me ty që na halojemi shembull, po jo pësa i përket nivelit të sulmeve. E kom qartë, mirë po ka rrena shumë prej platformave që doken si media, nuk janë media, a ka mekanizëm u mbrojt për tëne? Mekanizmi ma i mirë që publiku mu mirë informu, është që mediat profesionale mu fuqizu. Pra, sa ma e fuqishme që është ATV-ja, aq ma shumë arrin të publiku me informu dhe aq ma pak që ato media online, sociale piquim, e kanë me pas arritje. Dhe e kundërta, sa ma dopt që janë mediat, tani ata kanë me... Kjo këtu përhynë edhe roli RTK-s. E funit krejt, veç me ta konfirmu që si e vetëmja që e ka e merë seriosisht, që shëpat, Sami Kurteshin, thot prokuroria autorizon policin që ta intervistoj. Sami Kurteshin pas deklarimit e ti për vrasës me pages, kjo e pas kalëshu Birni para një 2 ore, kështu që të shojmë që apo del. Faleminderit që ishte sonte me ne. Faleminderit për mundësinë. Në pjesë